përgjigje. Unë nuk kam qenë personalisht atje dhe nuk e di çfarë ka ndodhur, por unë e di që ishte një situatë ku bëi një kalim i UÇK-s nga një organizatë ushtarake dhe rezistence në një person që kërkonte të siguronte të ardhmen politike për veten e për vendin e tij të Kosovës. Ne ishim me fat, nëse më leni ta shpjegoj, që kishim Ibrahim Rugovën që priste dhe ishte një lëvizje politike që ishte e shtrirë në gjithë Kosovën në fakt kur kemi hyrë ne. Dhe kjo lëvizje politike u rishfaq me Partinë Liberal Demokratike të Kosovës dhe me Ibrahim Rugovën, si me sa më kujtohet. Pra, Thaçi ka pasur pikpamje të tjera dhe ka ndjekur një kaos tjetër. Por unë kam lexuar që ka pasur dhunë ndaj shqiptarëve në luginën e Preshevës. Këtë më kujtohet që kam lexuar.